In a modest workshop just off the street, Vladimir Mashini, laddie to those who know him, begins his day. He is a coppersmith, one of the last of his kind. Inside this small, time-worn workshop, nothing is rushed, nothing forgotten. In Albanian culture, the coppersmith was more than a craftsman. He was a bearer of warmth, of nourishment, of spirit. And today, in a rapidly changing world, the coppersmith stands as a symbol of resilience, of memory, of meaning. Long before modern machines, it was the hands of men like Laddie that shaped cooking pots, kettles, stills, the vessels of daily life. Se në qi vjetër do të thotë që të rush traditat e të parve, të mbash gjallë gjithë artizanati që ka trashëgimi që ne ka dhënë të parë, dhe duke trashëgu i shërbet dhe familjes. It starts with a sheet of copper, marked by hand, cut with care. There's no machine to guide this, just years of knowing where to strike. Për sosmëri dhe perfekcion, as ka pas, as ka dhe nuk ka shu. Po, derisa unë, klientë e mi, ka ngell të kënaj, do thosë se unë kam arrit atje ku duhet. But the work was never just practical. In Albanian households, copper held a deeper resonance, a memory of touch, of tradition, of continuity. To craft copper is to carry the weight of ancestry, to hold flame in your hands and bend metal into meaning. Zanati ka ato periudat e veta, ka raste që nuk del atje ku duhet, ka probleme, ka raste pas që del puna vete, ashtu kur e fillon punën me qefe, me ashtu, janë momente të caktuara që ka mangësit e veta. Unë jam me tradicionale, me të vjetrat, prandaj thonë artizanat, gjë, arti e punë me dorë më shumë. Asaj kam qëndruar besnike. Ka gjëra të reja, një pjesë, po unë se kam aplikuar, që ka fillu saldimin me oksigjene, me këto elektroda, me këto, po unë kam bajt ato të vjetër, tradicionale në artizanat. Çdo gjë kam bërë me dorë, me çekiçe, me ashtu, me zjarin, me ato. E kemi trashëgimi, se unë jam nga Përmeti, që në quajnë Kallagjitë e Përmeti ose Bakërgjit. Fill mbas ushtrisë, kam pas vjerin tim, Gjetra Met, me zanat unë Tiranë, edhe mas punës që punoja pasur i shtetit, edhe aty e kam marrë zanatin. Më pëlqeu, si zanat ishte zanat me fitim, dhe kishte zanat dytë. Pastaj, mas në djetës, fillova aktivitetin tim, që dola me dyqan vetë gjitha. Kur kam fillu në fillim, ishte periudha sistemit atëri që nuk lini, ishte ndaluar ky zanat, si profesion. Përveç se ata që ishin me të licencuar nga shteti. Kam punuar, kam pas dalë pazar bilotin në qerta si bënin punën, se me të kap me këtë punë, që punoj privat, fusin burë në të kohë. Ishte ndaluar, çdo profesioni privat, të ushtroje. Edhe punonim gjithë frikë, punonim gjithashtu me lloj mënyra, lloj manovrash. Pastaj djecu ligjeru dhe mora dyqanin tim që hapa biznes vetë. Profesioni jonë ka pas shumë njerëz të zgjuar në këtë punë të aftë, të profesionalistë të gjitha. Edhe ata na kanë mësuar shumë. Kemi fituar shumë për atyre. Se para fare nuk ta jepnin, e vishin zanatin. Nësa tash ne na kanë dhënë, në qelloj i brezje ne na jepshin se ishte në zhdukje si zanat, ta sallarët e vjetër. Fatkeqësisht shrojmë ata që apo. He brushes on the borax by hand, the old way. This is the moment where precision matters most, because once the flame is lit, there's no turning back. Puna me zjarrin e këto janë shumë të vështira. Temperaturat, e helma, cidrat që kanë ashtu,
Më para s'kishte bakra të re në për dyqane, mëshin bakra të vjetra, i rrifshim, i rregullonim, i sajonim me shtesa me ato dhe ka pas shumë vështirësi. Pastaj filloi tregtia që u hape lirë, vini bakri nga jashtë, vjen këto e prodhosin, mëshin që na u lehtësoi gjëra, po para ka pas shumë vështirësi. Se do gjetë copa bakra të vjetra, ti sajonim, ti shtonim, i saldonim gjërat e vjetra. Ato kanë shumë vështirësi, kur bërën riparimet. Kur djegim në zjarë atë të mbyt tymi që myri se kanë ngjitur kazan në punë. And through the smoke and heat, Laddie keeps going. Same rhythm, same desire, just as he always has. Vazhdoj atë ritëm që kam pas, të dëshira për të punuar, dhe deri tash, shiku pa 40 vjet s'm ka trajtuar si klient. Durimi është një armë të kryesore të profesionit. Prandaj thot populli, kush duron fiton, se asnjë gjë nuk bëhet me inat e me ashtu. Po duhet durim, vetëm durim, që të arrish aty ku duhet. Laddie steps outside for a minute. He takes a breath, finds a bit of shade, enough to reset. Because the next part takes strength. The hammer's waiting. And so is the copper. Hour after hour, the copper gives in, but only if you push. It's not easy work. Filozofia e profesionit është qofse ti merr një punë që s'e ke bën ndonjëherë, do vrash turnë aq fort që unë mund ta bëj dhe ta rri aty ku duhet, klienti s'do ta shkënjejë. Nuk kanë shpresë, gjetën atë të ardhshme të vitit dhe nuk kanë interes fare për profesionet të lira, sidomos profesionin tim. Si zanata shumë i bukur, shumë i mirë, po është pak i pisë dhe këta duan të pasurohen brenda ditës. Punohet nuk ka llafe. Puna të krijon emocione shumë të mëdha. Kur e bën dhe del atje ku duhet ti dhe ndjekën e sill që duart e tua nxjerrin atë punë, ato që ta do shpirtit, ato zemra, si çdo profesion dhe profesioni ka emocionet e veta. Klienti të përgëzon për punën që ke bërë. Plus ana financiare ka edhe anën shpirtërore. Kam klientë nga sportista, artista, politikanë, të gjitha fushave vijnë këtu tek unë dhe më respektojnë, e marrin telefon, më ruajnë marrëdhënie tash për çdo gjë. Se ka të bëjë dhe sjellja, kultura që transmeton ti nëpërmjet njerëzve. Për atë që është profesionist i mirë dhe njeri i mirë. Now comes the wire. Wrapped by hand, it tightens the joints and seals the shape. It holds the whole thing together. Kam qenë këmbgulës, po momentet këqija kam pas njerëz që kanë ardhur të pishëm, kanë ardhur me probleme, kanë ardhur ashtu se nuk janë gjithë një mendje. Ama me sjelljen time, me këmbguljen time, kam ardhur të më kërkoj dhe falje. Se nuk janë gjithë njësoj një prerje. Çdo gjë është e mirë e keqja janë bashkëkohëtar të jetë seriu. Everything has to fit just right. Laddie measures the mouth of the still, calm, precise, then cuts a fresh circle of copper. It will become the base. It has to match, or the whole thing falls apart. Merr një punë, një porosi dhe do të arrish atje ku e mendon dhe ku e do puna, çdo gjë ta bësh perfekte. Ati ku duhet, po se bare do thonë që punat ka mund ti, se ke mund ti punën. The copper wall is cut small notches, one by one. Each slice helps it grip the base, like fingers holding tight. Intuita është bosh i punës, po se me objektiv që të vrash trunë, si mund ta bësh atë punë, ashtu do thonë që je pa bosh, pa busull. Do të kesh një orientim, që edhe materialin mos ta shpërdoroj, të gjej rrugën më të shkurtër si mund ta bëj se ashtu. Ai që s'ka këto nuk është profesionist i mirë fill. Laddie folds the metal down, edge by edge. No welding yet. Just pressure, precision, and trust in his hands. Only after this, it's ready for fire. A new sheet of copper is laid down. Measured, marked, and cut, just like before. Ne më shumë kemi pas punë me fshatit. Fshati ka ikë. Mosha nuk pinë raki, nuk e konsumojnë. Kjo është drejt industrializimit. Ata që kanë vreshta në për fshatar ashtu e grumbullojnë u hapi këtyre që kanë punishte. Dhe si profesion me keqardhje thash po e them që është drejt
Specia zhdukje. 2 sheets of copper now meet. Small tabs are carefully folded, interlocking like tiny teeth. This folded joint holds the pieces tight, ready for the heat that will seal their bond. Vime njerë këtu, të kënaqja fresk, flavi letë, fresk. Jo temperatura të broma, këtu. Se vje shpitu më. Vujta bele. Kjo është saldimi, bronz me zink, fryzim me barrazha. Një sasi bronzi, 1.2 zink, tretën me poshtë grafiti, krijon mas, shtypet formohet pas i mirë, hidhet plur barrazha që ndihmon në tretë, në shkrirje, edhe bëhet saldimi që lidhet bakri, bëhet një trup. Më para, se të shpivje shpjo, sa të ngërteshi me përqina, që është përqina bakri. Po ishte, nuk ishin të kaj sigurit. Po sallar të vjetër. Një zanaciu të ri, unë mund të këshilloj shumë mirë. Pari është dashuria e zanatit. Dëshira për të punuar, dëshira për të fituar. Duhet të jetë shumë këmbgulës, që mos filloj të mendohet pasaj ta le, mos ta le, ta vazhdoj, mos ta vazhdoj. Të vendosi, po jo dy ashtu, mama, po vendosi, ti ta çoj deri në fund se do ketë sukses. Ladi tests the fit carefully. But the work is far from done. The rhythm of hammer and fire never fades. This craft demands patience without end. Në nga që të beru në të rapuj, për zbub në zjatë. Që ta mbet pak të ditë të mamë në gozë në asaj, i vetë telin e të ashtu të zatë njëra. Disa na shohin me një përbuzje, dava kallajgjiu, disa ashtu, nuk e mendojnë, nuk e dim vlerat e profesionit. E shohin që na shohin pjesë kështu, ose na shohin kështu, edhe na shohin si me përbuzje. With practiced hands, Ladi measures the diameter precisely. A compass, a scratch, a circle drawn on copper. This will become the cap, the crown of the still. He cuts along the line, slowly, carefully. Each movement steady, each cut deliberate.
This is no rush job. This is tradition, shaped in metal. Çdo zanat ka kënaqësitë, ka vlerat, ka të mirat, ka dhe të mirë materiale, ka dhe të mirat morale. Si çdo profesion. The cap needs small cuts now, steady work, done by feel. The heat outside pushes past 40. A small fan inside barely helps. His hands keep going, patient and sure. This is just what he does. Pa në të ky zanati këtu që myri që shef këtu më vjen thash unë kam nga gjitha shtresat, do thënë ai që vjen ja di vlerën. Ata që se di vlerën ne shohin për buzë. Hajde, urdo! Po mjeshtër, Bujrum! tu je. Hajde! Të lumshin dorës. Lumë qofshe, valla. Si ka dove? A u love? Jo. Si do me vapën? Mirë, pa u vapë. Si qove? Hajde, ja. Po të punë e që. Hajde, dhe qa. Lumshin dorës. Rafsh, ata e ke gati. Të lumt. E ke qëndis. Qa të bëjmë? Ne mundu me bëjmë disa mirë. A pa të punë me të sa dusha. Po, e hoqja atë e freve, e njite. Dhe sa shumë tutje bëjmë të re pastaj. Shqip tupa tupa. Shumë mirë. Ta futit të nacit. Hajde bere qarë, si e keq. Të nuk gjenë zanatli, ma, si punë e jo të kështu. Jo, jam i vetëmi në Tiranë në këtë profesion me dyqan. Jam i vetëmi. Rafsh. Unë kam kërku gjitha ndesë kam gjithë. Ka, e të mund. Edhe unë drejt asaj, drejt mbledhjes. Me mosha çdo gjë. Normal. Po sa ti e shfrytzoje? Po srido në shtëpi, e parë një kemi nevojë për lekë, e dyta srido në shtëpi. Jo, po nuk rihet, ai si pa punë. Hajt paça. Ka zuar. Zua. Më ke pëlqy jashtëzakonisht, shumë mirë. I qeta, shumë punë për Njëse unë më shumë për 2-3 muaj rrire kam klientët. Që kanë 40 sa vjet, më trotojnë ata. Ka ngell kënaqë edhe. Sjerë që vinë, sjell njëri tjetër, në bere qave zotit. Ha, si duket? Ha? është për në losë, gjerë gjithë që ka bukur të naqesh. Ti i këllodhje. In the middle of work, the phone rings. It's his daughter calling from Germany. And in an instant, his eyes soften. His posture changes. Do të keqin gjyshi, me zemre gjyshit.
Nossa, tia, nossa, que zoa, nossa, que zoa. Quanto que tinha de On the screen, his grandson, just a baby. Não pode ir, meu Ladi melts, speaks gently through the grainy screen. For a few minutes, the fire waits. So does the copper. The call ends, and something in him lifts. There's a new energy in his hands, not from rest, but from love. Aftësitë e mia për transmetu gjenatës time te familja ime nuk mundet se unë fatmirësisht ose fatkeqësisht i kam goca dhe i kam me shkolla me gjitha dhe kam profesionin e tyre, kam zgjedh vet. Jam me universitet të tre, një kam në Gjermani, dy kam këtu, jam me shkolla të larta me gjitha dhe kam zanatin e tyre. That call gave him more than words. It gave him fuel. Now, the last step, the handles. Small pieces, but they carry weight. Ladi doesn't rush. Even now, near the end, every strike is measured. Duhet të përgjigjësh kohë tjetrit, duke mos shkel cilësi, duke mos shkel dhe materialit, që duhet të zgjedh materialin që do si mas madhësisë, dalë një punë e kënaqshme si për mua dhe për klientin. Nëse unë kthem baba në kohë, është vendosmëria për të punuar, dëshira për profesionin dhe kënaqësia shpirtërore që ndjej dhe materiale në zanat. Mjeshtria, çdo gjë është infinit. Është pafund. Nuk arrihet atje ku çdo gjë ka përsosmërinë e vet. Nuk ka kulp kjo punë. Kjo ka vetëm mesje, zhvillim. Duan dhe ca mjetet që kanë dalë të reja tash, që të fute artistike në këto gjërat. Do një far investimi dhe do dhe ashtu dhe nuk ma kushton dhe mosha. Se është dhe investimi mas, po t'i hysh asaj pune. Dëshira neve si zona qive është e madhe dhe tregu është e roni, janë kezin ka të kundër. 3 days, hammer, flame, sweat, and patience. And now it stands. The copper still fully assembled. A perfect balance of shape and function. This is not just an object, it's a creation. And it carries the soul of the man who made it. And now, he'll show us how it works. Ky kazan që prodhova unë shërben për nxjerrjen e rakisë. Kjo mbushet me bërsi rushi e fermentuar 2 javë, sipas kohës. Edhe mbushet me bërsi, vjet kapaku, bëhet me brum. Kjo është pushka ose lullaj që i themi ne nga jugu, bashkë me ftosi me llamarinën. Nga çesma, uji ftohtë futet këtu dhe që ku mbushet kjo, këtu nga këtu shkarkohet. Nxjerr me ujë qarkullim që bëhet ftovje. Kjo rri gjithmonë me ujë të ftohtë. Dhe aty del rakia. Vjet pambuku aty dhe filtrit e gota, del rakia sa më speciale, sa më mirë, e ta pinë ata që u shijon. Ky është funksioni i këtij kazani. Ai që të më ta gëzoj. Trashëgimia ime është kënaqësi që unë këto që kam kur të le punën time ti kem një si tip muze ta shohë se ashtu, po mundsi nuk i kam se do dhe një farë godine do ashtu, po se qef kam që siç e kam këtu ta çoj atje ta ruaj muzeale, që ta shohin tjerë se tjetër s'kam ku t'ja transmetoj. Kjo është kënaqësia ime.
Unë kam veglat o salare djetë këtu që me ka falë mua dhe unë du tualet të tjerve. Veglat e punës, profesionit tim. Dëshirat janë nxaja apo mundësit janë formation zero. Hajde! What the hands leave behind, time does not always forget. Not every craft finds an heir, some wait in silence, not to be owned, but to be discovered. And perhaps in being found, they live again.